Motër, do doja t'ju bëja një pyetje që është në librin e Jakobit, kapitulli 5, vargu 14. Jakobi kapitulli 5, vargu 14? Pas librit të Hebrejve ndodhet libri i Jakobit. Besoj, po pas librit të Hebrejve është libri i Jakobit. Jakobi kapitulli 5, vargu 14, po motër. Thot kështu: është i sëmur ndonjë nga ju, le të thras pleqt e kishës dhe ata të luten përmbi të, dhe le ta lyejnë me vaj në emër të Zotit. Motër, pyetja ime është sepse disa ditë më parë unë kisha probleme me shëndetin dhe ja tregova këtë një miku dhe ai më tha të përdorja vaj sepse kjo do të më shëronte. Unë e dija që kjo ishte e gabuar sepse ju na keni mësuar se lyerja me vaj simbolizon frymën e shenjtë. Dhe ai më tha: "Atëherë çfarë të bëj, ta gris librin e Jakobit?" Unë i thash se gjërat e Zotit nuk duhen materializuar, sepse Perëndia është frymë dhe se lyerja me vaj ishte për epokën e antikitetit. Pyetja ime është për ndërtim të kishës, nëse ju mund të na mësoni sepse shumë nga ne vim nga vende të tjera në të cilat na kanë mësuar shumë zakone dhe shumë drejtohen nga ajo çfarë thot Bibla literalisht, fjalë për fjalë, dhe kjo është pyetja ime, motër. Mirë, ju lexuat vargun 14 apo jo, motër? Thot këtu apostulli Jakob, apostull i Zotit Jezu Krisht, duke u predikuar judenjve, sepse ai po u predikonte judenjve. Dhe në ligjin e Mojsiut, midis judenjve kishte një zakon që kur personat sëmureshin, shkonin te kryeprifti dhe kryeprifti u dirte vaj këtu në pjesën e kokës, u dirte vaj këtu në kokë dhe u falte mëkatet. Dhe me raste personat shëroheshin, ose ata duhet t'i rrëfenin mëkatet priftit përpara priftit, sepse me shumë siguri ishin sëmurë sepse kishin bërë ndonjë mëkat. Atëherë prifti u thoshte: "Duhet të më rrëfesh mëkatet, çfarë bëre, çfarë ndodhi", ndaj pendohu dhe e lyente me vaj, dhe në atë moment personi ishte i falur. Kjo ishte në ligjin e Mojsiut. Kështu që apostulli Jakob, gjatë atyre ditëve që po predikonte ungjillin e Zotit Jezu Krisht, ai nuk donte që të fillonte të kishte probleme me judenjt. Dhe ai nuk mund të shkonte të ndronte ligjin e Mojsiut brenda natës, sepse për të ishte më e rëndësishme që njerëzit të besonin te Jezu Krishti. Për të kjo ishte më e rëndësishme se sa t'u hiqte atyre përdorimin e vajit, që njerëzit ishin mësuar të shkonin te tempulli që prifti t'i lyente me vaj. Ai tha: "Kjo nuk ja vlen, le të vazhdojnë të lyen me vaj, kjo nuk ka rëndësi, një ditë Perëndia do lejoj që doktrina të kuptohet dhe do mësoj se si është doktrina e vërtet, pak e nga pak me kalimin e kohës, Perëndia do t'ju mësoj njerëzve se çfarë duhet bëjnë. Ndërkohë le të vazhdojnë në ritualin e lyerjes me vaj." Ndaj dhe apostulli thot: "Është i sëmur ndonjë nga ju? Le të thras pleqt e kishës dhe ata të luten përmbi të, dhe le ta lyejnë me vaj në emër të Zotit Jezu Krisht", në mënyrë që ai person të besojë te Zoti Jezu Krisht. Por nuk ishte se vaj do t'i bënte efekt të sëmurit, por vaji që përdorej në antikitet nga prifti, nga kryeprifti, ishte simbol i frymës së shenjtë. Por ata në atë kohë nuk do të fillonin t'ju mësonin këto gjëra sepse apostujt kërkoheshin që t'ju hiqnin jetën. Ata ishin të matur në mënyrën se si ua mësonin ungjillin. Ata prisnin që fillimisht Perëndia t'i kthente njerëzit drejt tij, pastaj po që ata të fillonin të jepnin mësimet ashtu si ishin në të vërtetë. Kjo ishte ajo që ndodhi. Prandaj, në ditët e sotme, tani që kanë kaluar më shumë se 2000 vjet, që ka akoma shumë gjurmë të antikitetit, të zakoneve, të ritualeve, që njerëzit akoma duan të zhvillojnë të gjitha këto ritualet e përdorimit të vajit, apo ritualin e të larit të këmbëve, pra kaq shumë rituale, por kjo gjë as nuk të shpëton, as nuk të ndëshkon. Këto gjëra janë si zbukurime, apo gjëra që njerëzit duan t'ju shtojnë zakoneve, apo mënyrës së adhurimit të Perëndisë, por siç thot apostulli, ne duhet të shkojmë drejt perfeksionit, të jemi të pjekur, të jemi më të drejtë për drejtë me Perëndin. Është Perëndia që i bën mrekullit, nuk është vaji, është Perëndia. Madje edhe ne, kur Perëndia na thot, vendos duart, nuk është se vendosja jonë e duarve është ndonjë gjë jashtë kësaj bote.
është më tepër një veprim bindjeje. Kur Perëndia thot vendos duart, unë e bëj për t'ju bindur Zotit, jo sepse unë kam fuqi, apo se duart e mia kanë ndonjë fuqi. Absolutisht jo. Fuqia është e kujt? E Perëndisë. Dhe ajo që Perëndia bën është të mbështes faktin që unë po i bindem. Nëse Perëndia thot, shiko në të majt dhe numëro deri në 10, dhe do t'jap një bekim. Ju thjesht binduni, nuk është se u numërua deri te numri 10 dhe ndaj Zoti ju bekoi. Jo, është sepse ju u bindët. Perëndia provon bindjen tonë. Kjo është ajo që ndodh. Perëndia do thjesht që ne të bindemi disa urdhrave. Një lloj sikur popullit të antikitetit, Zoti u thoshte që të bënin kaq shumë gjëra, mos ha këtë, mos pi atë, bëj këtë apo atë, dhe ata nuk ishin në gjendje që t'i përmbushnin ato gjëra. Në ditët e sotme fryma e shenjtë na thot të njëjtën gjë. Perëndia na thot, lutu për këtë person dhe vendosi duart, por nuk është se ne kemi kaq shumë fuqi, por është fakti që ne bindemi. Zoti më the që të vendos duart, ndaj unë këtu po i vendos duart këtij personi që është sëmur. Ti Zot do ta shërosh, do ta çlirosh. Zoti shikon që ne i bindemi dhe bën mrekulli, sepse Zoti është i fuqishmi dhe është ai që na mbështet. Kjo është ajo që ndodhte në antikitet. Apostulli Jakob tha, nuk do t'i komplikoj gjërat këtu që të bëj armiq. Jo, unë nuk do t'ju ndaloj përdorimin e vajit, duke qenë se ata janë mësuar me juden që të përdorin vaj. Le të vazhdojnë të përdorin vaj, sepse një ditë Perëndia do t'ju mësoj që kjo gjë tani më nuk ka vlerë. Me rëndësi është që t'i bëjnë gjërat në emër të Jezu Krishtit, sepse ajo që ai donte t'ju mësonte ishte që të besonin te Zoti Jezu Krisht si biri i Perëndisë, si shpëtimtar. Kjo ishte me rëndësi, që duhej të besonin te Zoti. Mirë motër, shpresoj që të jetë më e qartë tani. Nuk keni pse t'i komplikoni gjërat dhe as të filloni të grindeni me personat për këtë. Mirë, thjesht shkoni mirë me njerëzit në një farë mënyre dhe i bëni për vete në mënyrë që kur të vinë në kish, Perëndia t'i mësoj dhe Perëndia i mëson.